Festa e liçenit e organizuar nga Bashkia Shkodër ishte kryefjala e kësaj fundjavë, duke tërhequr vizitor vendas dhe të huaj në brigjet e liçenit të Shkodrës. Aktivitete sportive dhe turistike, shëtitjet me kanoa, biçikletat në ujë, si edhe gatime tradicionale të servira në Shirok dhe Zogaj, krijuan një atmosferë të veçantë festive. Turistët u shprehen të mahnitur nga peizazhet unike të liçenit, ndërsa eksplorimi me zambakëve të ujit dhe natyrës së paprekur e kthyen vizitën një eksperiencë të paharrueshme. Jam nga Zvicra, është hera ime e parë në Shqipëri. Më pëlqen shumë. Liçeni ka një natyrë të mrekullueshme, me florë dhe faunë të pasur, ndërsa qyteti është gjithashtu shumë i bukur. Nuk e prisja që natyra të ishte kaq e veçantë dhe që të kishte kaq shumë male ku mund të bësh ecje. Është vërtet fantastike. Jam nga Gjermania. Po, është hera ime e parë këtu. Është një vend i mrekullueshëm, plot natyrë, vërtet shumë i bukur. Jam nga Shtetet e Bashkuara, kam rreth një muaj që jam këtu dhe do të qëndroj edhe disa javë të tjera. Kisha dëgjuar në internet për veriun e Shqipërisë dhe sa i bukur është. Ka male kudo, ndaj pse të mos e përjetoj një vend të tillë. Deri tani ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, erdha spontanisht dhe njerëzit janë jashtëzakonisht të sjellshëm e mikpritës. Është fantastike, ka shumë gjëra për të bërë, sidomos në këtë stinë. Pas që po organizoheshin koncerte muzikore dhe aktivitete të ndryshme, ndihet që qyteti po zhvillohet shumë. Mendoj se e gjithë Shqipëria është shumë e bukur, por Shkodra si porta drejt Alpeve të jep mundësinë të eksplorosh natyrën dhe kulturën. Natyra krejt unike, është një vend si askund tjetër. Në qendër të festimeve ishte Zogaj, e cila mirëpriti festën e liçenit me një program të pasur aktivitetesh, traditash dhe kulture. Vizitorët patën mundësinë të njihen me historinë e liçenit, bukuritë natyrore të zonës dhe mikpritjen karakteristike të banorëve, të cilët e bën çdo mysafir të ndjehej si në shtëpi. Gjithmonë tonë jetën ky vend, ky komunitet me rrjedha e shtrit. Ka po dikur peshkatorët e vjetër tash i bën fabrika, dikur i kanë bën dorë ta lloj rrjedhash. Ka qenë iniciativë e bashkisë për të promovuar fshatin Zogaj si një ndër eksperiencat më unike që një turist mund të gjejë në Shkodër. Festa e liçenit konfirmoi edhe një herë potencialin e Shkodrës, si një prej destinacioneve më tërheqëse turistike të verës, duke promovuar natyrën, traditën dhe mikpritjen që e karakterizojnë këtë zonë.